po ndodh mes Laertit dhe Valbonës, blogerja flet për ndjenjat e moderatores. E ftuar në një studio televizive ka qenë Tea Dupi, e cila ka komentuar mbi ngjarjet e ndodhura brenda Big Brother VIP 4, si dhe ka dhënë mendimin e saj për banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Si e shikon marrëdhënien mes Valbonës dhe Laertit? Jemi në një paralele tjetër të Egli Gjesti, jemi te Valbona Laert. Është një paralele, kemi Valbonën të parën që zgjedh Laertin, e zgjedh dhe e kërkon me forcë që të jetë e dashur e Laertit. Nga ana tjetër kemi Laertin që ka zgjedhur atë profilin e vet, që ka ardhur deri tani, që nuk po bën luftra të mëdha, që nuk është i egër, që nuk ka situata që t'i nxjerrë ai, por me atë natyrën Laerti është Laerti, jemi këtu në 90 e ca ditë me Laertin, që e shohin edhe në finale, që e shohin edhe për të fituar. Personalisht unë nuk mund ta them këtë, sepse në finale duhet të jenë njerëzit që kanë dhënë shpirtin aty, keq apo mirë, por që janë shqyer për atë kupë, sepse mendoj që fitoria e Big Brother më shumë se lekët është dinjitet, është fitore njerëzve që kanë luftuar për atë gjë. Pra ti duhet të luftosh shumë, dhe nuk mendoj që Laerti ka luftuar shumë, por ka atë paraqitjen e vet, përfaqëson atë grup njerëzish që kanë inteligjencë, që kanë personalitet, që nuk luftojnë shumë, por kur u vjen situata, kanë qëndrimet e tyre dinjitoze për të shkuar në një nivel tjetër. Laerti nuk ka rënë në grackën e të tjerëve të bona, por ka dashur të jetë edhe ai lojtar. Kështu që, kur e ka kërkuar Valbonën që të jetë afër, Valbona ka bërë gocën, tani nuk dua unë. Jemi në një zallamahi marrëdhëniesh pikërisht prej gjërave të filluara gabim. Nuk mundesh ti vetë para që të tregosh simpatinë dhe ndjenjat, të thuash në prime që unë ndjej për këtë djalin, unë e dua dhe kur ai të fton për darkë, ti thuash që nuk dua. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.